Wa an aqimu s-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Jemi urdhëruar dhe na është thënë kryeni faljen e namazit dhe kjeni frikë atë, çojini në vend urdhrat e Zotit dhe largohuni nga gjërat e ndaluara sepse vetëm te ai do të mblidheni. Shpjegime. Fahri Raziu thot se në këto dy ajete Zoti tregoi së pari se i vetmi udhëzim është udhëzimi i Allahut. Me këtë Zoti fton njerëzit në fen islame, e cila është e dobishme për ata. Së dyti Zoti urdhëroi për të kryer faljen e namazit, që është e para e detyrave trupore, dhe me këtë do thot çoni në vend të gjithë urdhrat e Zotit. Së treti Zoti urdhëroi që ta kemi frikë Zotin, dhe me këtë thekson se duhet hequr dorë dhe duhet ruajtur nga të gjitha gjërat e ndaluara. Së katërti, Zoti tregoi se vendi ku do të mblidhemi është vetëm para Zotit, kështu se cili të mendoj se do të ringjallet dhe se do të shohë dobit e bindjes ose dëmet e kryengritjes së vet. Ebu Sudi thot për theksuar se kërkohet bindje përpikt ndaj urdhrave të Zotit në ajet është thënë: ne jemi urdhëruar që t'i bindemi Zotit të gjithësisë, sepse kur robi të mendoj se urdhëruesi është Zoti i të gjitha botëve, atij nuk i mbetet rrugë tjetër veç se tu përulet urdhrave të tij. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun fa qawluhu al haqq wa lahu al mulk يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Ai është Zoti që krijoi qiejt dhe tokën me një rregull të forcuar. Ditën e Kiametit, për bërjen e një gjëje ai thot bëhu dhe ajo në çast bëhet. Fjala e tij është e vërtetë dhe përmbushet. Vetëm për të shpronësia e sundimit në atë ditë kur do t'i fryhet surit. Ai di të fshehtët dhe të dukshmet, di ç'është bërë dhe ç'do të bëhet. Ai vepron ashtu siç duhet dhe di çdo gjë. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Kujtojua mushrikve, oj dashurim, atë kohë kur Ibrahimi tha babait të tij Azerit: a për zotët adhuruar i merr ti idhujt? Unë të shoh ty dhe kombin tënd në një humbje të dukshme. Shpjegime. Arabët e Mekës mundoheshin të ndiqnin e të respektonin traditën e të madhit Ibrahim, të cilin e quanin si stërgjyshin e vet. Prandaj Zoti u ka kujtuar atyre fjalët e Ibrahimit që të lënë fenë e kotë dhe të përqafojnë fenë e tij, të adhurojnë Zotin ashtu siç e ka adhuruar Ibrahimi dhe të mos bëhen si babai i tij Azeri. I madhi Ibrahim është munduar ta udhëzojë baban e vet në rrugën e drejtë, duke i treguar atij se idhujt që ai adhuronte ishin gjëra të poshtra. Mirpo mundimet e të birit dështuan sepse Azeri nuk deshi t'i afrohej të vërtetës. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Po kështu bëm të dukshme për Ibrahimin fuqitë e mëdha të qiejve dhe të tokës që ai të bëhet nga dietarët që kanë dituri të padyshimit. Kuptimi: ne me madhërinë tonë ashtu siç i treguam Ibrahimit të keqen e adhurimit të idhujve, po ashtu bëm që atij t'i bëhen të dukshme edhe fuqitë e çuditshme të qiejve dhe të tokës, dhe i treguam atij se asnjëra prej tyre nuk meriton të adhurohet, kështu që ai të formojë një ide të fortë dhe të bëhet nga ata dietar që s'kan pikë dyshimi në zemër. Shpjegime. Në tefsirin Hazin tregohet se i madhi Ibrahim ka lindur në kohën e një mbreti mizor i quajtur Nemrud. Fallxhorët asaj kohe i kanë thënë Nemrudit: këtë vit do të lind një djalë i cili më vonë do të shkaktojë shkatrimin e mbretërisë dhe të fesë tënde. Nemrudi është frikësuar prej këtij lajmi dhe ka nxjerr urdhrin që burrat të mos u afrohen grave të veta dhe për çdo 10 shtëpi ka vënë nga një roje me qëllim që posa të lindte ndonjë djalë ta mbysnin atë me një herë. I madhi Ibrahim ka lindur në atë vit në fshehtësi, nëna e tij e ka fshehur në një shpellë dhe shkonte e jepte gjë aty sa herë që gjente rastin. Kështu është rritur Ibrahimi derisa erdhi në moshën që filloi të arsyetonte për krijuesin e gjithësisë. Atëherë ka dalë në shesh dhe ka filluar të këshillojë baban e vet dhe të gjithë bashkombasit. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamar bazigha qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Kur Ibrahimin e qarkoi errësira e natës, pa të ndris një yll, të cilin e adhuronte kombi dhe tha: ja, ky është Zoti im. Por kur ylli perëndoi, tha: unë nuk i dua ata që perëndojnë. Kur pasi doli hëna, tha: po, kjo është Zoti im. Por posa perëndoi edhe hëna, tha: nëse nuk më udhëzon Zoti im, do të bëhem nga njerëzit që e kanë humbur rrugën e drejtë. Shpjegime. Fahri Raziu thot se kur foli i madhi Ibrahim për yllin e për hënën, ky është Zoti im, nuk e tha për t'i njoftuar kombit besimin e vet, por e tha sipas rregullit të polemikës, ku është zakon që një herë duhet i kthehet fjala kundërshtarit, pikërisht siç e thot ai, dhe pastaj të anulohet fjala e tij me arsye time. Pra ai deshi të thoshte: ja, ky është Zoti im sipas besimit tuaj, ose në atë frazë ka një
pyetje mohuese, istifhami inkar, atëherë do me thënë ky yll është Zoti im, jo qof larg. Një gjë që perëndon dhe mbaron qysh bëhet Zot për mua dhe ju qysh e besoni se është Zot. Hazini thot se i madhi Ibrahim e ka vërtetuar se yjet nuk janë zota. Një gjë që perëndon dhe s'qëndron gjithmonë ashtu siç është e krijuar dhe një gjë që është e krijuar s'bëhet Zot. Por herën e parë u duk se Ibrahim i pajtohej me besimin e tyre, por këtë e bëri me qëllim që t'i bënte ata që dëgjonin arsyet. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Kur Ibrahimi pa diellin të dalë, tha, ky është Zoti im, ky është më i madh se të tjerët. Kur Perëndoja i tha, o kombi im, unë jam i pafajshëm në atë që ju i vini shok Zotit. Unë e kam kthyer fytyrën time drejt atij Zoti që ka krijuar qiejt e tokën, e jam muwahhid, monoteist i pastër, dhe nuk jam nga ata njerëz që i vën shok Zotit. Wa hajjahu qaumuhu قال أتحاجونني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Bashkombasit e kundërshtuan atë dhe filluan polemikën me të. Ai u tha, a bëni polemik me mua për punë të Zotit i cili është një dhe mua më ka udhëzuar në rrugën e drejtë? Unë kur s'kam frikë prej idhujve që ju ja vini shok atij, vetëm nëse dëshiron Zoti im të më lëshojë ndonjë katastrofë. Prandaj unë veç prej tij i trembem. Po dituria e Zotit tim ka rrethuar çdo send. A ende nuk doni t'i pranoni këshillat e mia, ose vallë ende s'vini në mendje që idhujt s'kan asnjë lloj diturie dhe asnjë pikë fuqie? Shpjegime. Fahri Raziu thot se e kombi vete e kundërshtoi të matin Ibrahim në 2 pika. 1. I than, në këtë fe ne kemi gjetur prindërit tanë të cilët kanë qenë të mençur, prandaj ne s'heqim dorë prej kësaj feje. 2. I than, ti po përbus idhujt, pra kemi frikë se do të na zërë ndonjë katastrofë prej tyre. I madhi Ibrahim kësaj pike ju përgjigj, unë strembem fare prej idhujve sepse ato s'kan ndonjë fuqi në dorë, as të bëjnë dëm, e as të sjellin dobi. Por meqense njeriut mund t'i ndodhë ndonjë e papritur në jetën e vet. Ibrahimi u tha atyre edhe këto fjalë. Në qoftë se më bie ndonjë fatkeqësi, ajo më vjen prej Zotit tim, prandaj unë vetëm atij i trembem. Kështu tregoi ai atyre se si duhet besoj njeriu duke shtuar edhe fjalët që vijojnë. O kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Fa ayu al-fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Qysh të trembem unë prej idhujve tuaj kur ato s'kan pikë fuqie, nuk i shkon kur kujt të trembet prej tyre, por ju s'keni frikë që i vini shok Zotit i cili është fuqi plot. Megjithse s'keni ndonjë argument të zbritur që ai ka shok, pra ju duhet të trembeni prej tij. Cila prej dy palëve meriton të jetë e sigurt, ata që i vën shok Zotit apo ata që besojnë se Zoti është një? Sikur ta dinit, do e mos që do të ndiqnit të vërtetën.